Shqiptarët e Zvicrës janë komunitet që nuk rresht të promovuari traditën dhe kulturën e prejardhjes së tyre. Një nga figurët e rëndësishme në këtë aspekt është dhe Flora Balaj, e cila vazhdimisht është në shërbim të promovimit të vlerave të kombit shqiptar, sidomos në prezantimin e kostumeve popullore të trevave tona. Pikërisht ky kontribut me ide, pasioni dhe dashuria u shpalos bukur në një dokumentar të realizuar nga mjeshtri i madh Lesh Nikolla. Promovimi i dokumentarit, kostumet shqiptare në Zvicër dhe prezantimi i dy veshjeve popullore të reja nga etnografja Flora Balaj nuk ishte thjesht një aktivitet artistik, por një akt i vetdijes kombëtare, sidomos në Mërgat. Në një sallë të transformuar në një peizazh të gjallë tradite, ngjyrash dhe simbolesh, Berni përjetoi një nga ngjarjet më domethënëse të kulturës shqiptare në diasporë. Sfilatat e kostumeve hapën siparin e këtij evenimenti. Himni kombëtar nuk mund të mungohej kur bëhet fjalë për kombin ton. Me dorë në zemër, përfaqësues nga të gjitha fushat, u bë bashkë nga tingujt e bukur të simboleve kombëtare. Do të kemi dokumentarin Kostume shqiptare në Zvicër, e plot surpriza të tjera, siç e shihni, kjo skenë është e mbushur me Dokumentari ishte fjala e kësaj dite. Në skenë u ngjit regjizori dhe skenaristi Lesh Nikolla. Pas shumë vitesh, Lesh Nikolla e apat me mua, regjisor, njeri i medias, shqiptar i mirë, shqiptar i dashur. Në 2004 të jemi takuar dhe kemi ndarë skenën bashkë dhe sot kam knaqësinë që sigurisht ta kem afër për gjithë kontributin e tij dhënë në këtë mbrëmje të mrekullueshme dhe për përgatitjen e kësaj mbrëmjeje të veçantë. Zëri brillant i aktorit solli fjalë prekse midis vargjeve që preken të pranishmit në sallë. Ku kam patur më me ardh, ku më nje dhe kur i tha, stërgjyshrit ku kanë qenë dhe varret që kanë lënë, ku jam rritur me thërrime, ku kam pasur gjuhën time, ku kam fis e ku kam farë, ku kam të gjithë shqiptarë. Ndër të tjera, ai theksoi se dokumentari është një akt i ruajtjes së traditës në kujtesën kolektive. Është vërtet në atë rrallë. Po çfarë më shtyu mua? Të bëj një dokumentar telereportazh, ritual, se kështu janë gjinit që janë përmbledhur, është sepse kur etnologja Flora Balaj, kisha bashkëpunuar dhe përpara, më tha, regjizor, kam një ide. Ide, okej, ta dëgjoj. Dua të bëj, tha, sfilatën e kostumeve shqiptare në Zvicër. Okej, këto për skenë, ose për ndonjë shesh. Jo, në natyrë. Dhe argumentin e kishe shumë fort. Shumë të fort. Pikrisht në Alpet, në bukuritë e Zvicrës, kostumi shqiptar shkrihej natyrshëm. Duke i bukur, nuk humbiste koloriti. I realizuar në vende piktoreske, dokumentari përsolli harmoni kulturash, duke dëshmuar që Zvicra ka përqafuar kulturën e komunitetit shqiptar. Të duash kulturën, gjuhën, traditën, nuk ka dashuri më të madhe për shpirtin e njeriut. Ky realizim transmetoi ndërthurje midis ngjyrave dhe kostumeve popullore që preknin në tokë, në ujë, madje edhe qiell me vezullimin e tyre.
emocionin në një natyrë të ndërthurur bukur në melodinë dhe kostumet popullore. Ne kemi trashëguar disa 10 lloje të veshjeve të cilat kanë një rranjë të hershme nga veshjet i lire, pra dhe në vimësi kështu në përshekuj dhe mira vjeqare. Një grua pra që ka lindur në një traditë shumë të veçantë të veshjes popullore, të lidhjes me mahram, po ashtu një traditë e gjatë e veshjes, ajo me këtë paraqitje sonde dhe të dokumentarit të Llësh Nikolës, mjeshtrit e madh, pa pikë dyshimit, duhet të çmohet një ndër vlerat më të mira që i kemi. Dhe ndjem krenar që nëse jam sot këtu, pak fjalë mund të them atë çka realisht u demonstruar sot. Edhe njerëzit që kanë hobin përgjithësi janë njerëz që e çojnë gjën përpara. Sepse nga një hobi i vogël, që mund të jetë edhe një koleksionist, apo mund të jetë sport, mund të jetë gjithçka, lind një pasion. Dhe ky pasion pastaj kalon në një nivel tjetër, kthehet në obsesion dhe në fund fare kthehet në punë. Dhe unë e shikoj që ti ke bërë një punë spektakolare këtu. Dokumentari, si të gjithë dokumentarët e Llësh Nikolës janë dokumentari i shkëlqyshëm. Unë kam përvojë me dokumentar, është dokumentari të mësojmë të ecim shqip, dhe edhe dokumentare tjerë që i ke bërë nga Mergata, dhe dokumentari ka qenë jashtëzakonisht i mirë. Përshtypjen më të mirë kam. Si për dokumentarët e më parashëm, edhe për këtë dokumentar unë marrë me vete përshtypjet më të mira sot kur kthehem në shtëpi. Më pas, çiftelia me skenar të mirëfillt erdhi në versionin unik, ku vashat pranë instrumentit i dhanë kolor notave muzikore e ritmit të muzikës. Gjithashtu, dhe instrumentet të tjera të traditës shqiptare u mbush skena duke performuar në mënyrë origjinale. Të rinjt në skenë me këngë treguan se tradita është jetësuar brez pas brezi, duke rezistuar shekujve edhe në Zvicër. Këto janë element të bazë të vlerësimit që vinë nga të ftuarit special në skenë për Flora Balaj. Këto vajza dhe këta djemë këtu, gati shumica absolute e tyre nuk janë të lindur në Dhe, janë të lindur në Mergatë. Dhe kjo ndjenjë që kanë për atë dheun, ndjenjën për gjuhën, për vallën, për kulturën tonë, ritët dhe mitet, pa pikë dyshimi të bën të kujtosh, sepse janë vërtet një vlerë e jashtëzakonshme, sepse kjo vlerë, pa pikë dyshimit, duhet e ruhet edhe në brezat që vinë. Forca e një komuniteti mund të bëjë atë që nuk e bën dot një diplomaci e tërë. Pra ambasadat janë gjithkohës në mënyrë permanente në shtetin zvicerian. Ka një komunitet, ka një diaspora aq të fuqishme, si është diaspora shqiptare këtu, që po vendos rrënjë të forta për të treguar më së miri çfarë realisht është historia shqiptare, çfarë është identiteti shqiptar, çfarë është kultura, çfarë është gjithçka që ne na përfaqëson. Gjithashtu, u prezantuan dhe 2 kostume risi me stil përfaqësimi të gjerë. 2 veshjet e reja ishin ndërthurje artistike midis traditave popullore nga 6 treva shqiptare. Elementet e tyre kulturor formonin në harmoni kostumet ideuar nga Flora Balaj. Ftoj tani Flora Balaj, etnokostumografën, realizuesen dhe zonjën e vërtet që na mbledhi sot në Verë, në Zvicër, që të na shpjegoj këto 2 veshje të mrekullueshme. Kjo është pjesë tavolinës që është punuar këtë me dorë, pejturve të mia, mendimin e mamës teme,
edhe këtu janë piceta e kanë thënë garnitura. Këtu është flisi që përpara që kanë bajtë se kujna martue, ma kanë vunë në kokë për me pas një pasarës një djallë. Këtu është një guble që është qëndisur dhe kërkejt me dorë. Këtu janë një pjesë është e vjerësime, e cila që nuk është më këtu. Kjo pjesa këto është edhe jastikt e odëve të burrave që i kanë bajtë përpara në për odat të burrave, është edhe kjo pjesa këto. Ka dhe pjesë tjera, po kjo është gjithsej kam munduar që të marrë me çdo pjesë, çdo punë time që e kam ba, edhe ta promovoj këtu. Edhe kjo është veshje që e kam dizajnuar pikërisht unë. Është veshje e 6 treva shqiptare. Edhe pjesa këtu është kjo pjesa e arbreshve. Në qytë edhe këta një gjysëm treve e juna. Është qamja, veshja qame, është veshja e Maqedonisë, është kullani i Hasit, është gjubleta e cila tash është në UNESCO, është fustanela edhe janë tirqit e rrafshit e Dugaçinit. Edhe është medveqja edhe flisi i parë, cili është simboli i gjithë shqiptarëve. Këto janë përbledhur të gjitha 6 trevat, kjo është dizajnimi i parë, edhe këtu mbrapa është edhe mirditore, është i ligi i mirditës. Detajet e veshjeve arbreshe, qame, Hasit, medvegjes, Dugaçinit, mirditës, ku të harmonizuara, i gjubleta dhe fustanela, përbërin 2 kostume që qëndronin në harmoni si kur donin të thonin me të madhe se kombi është një. Çdo motiv, çdo ngjyrë dhe çdo detaj në këto veshje part një histori, një traditë dhe një ndjenjë përkatësie që na bashkon të gjithëve, pavarësisht kufive gjeografike. Në një kohë kur globalizimi shpesh sfidon identitetet tona, projektet të tilla janë thelbësore për të ruajtur dhe promovuar kulturën shqiptare, për ta përcjell atë brez pas brezi dhe për ta prezantuar me dinjitet në arenën ndërkombëtare. Aktiviteti i familjes Balaj në mbledhjen, ruajtjen dhe prezantimin e veshjeve kombëtare të gjitha trevave shqiptare nuk fillon sot. E kujtoj me nostalgji vitin 2003, organizuan sfidatën e parë me veshje kombëtare në Pallatin e Kulturës në Gjakov. Atë botë, Lidhja Shqiptare në botë me në krye Simon Kuzhninin, sot kryetar në Deri, e mbështetën pa rezervë. Me këtë rast, dua të shpreh mirënjohjen time të thellë për bashkëshortet Flora dhe Brend Balaj, që po e mbajnë gjallë dhe po e vazhdojnë këtë projekt si dhe për të gjithë ata që kontribuan në realizimin e këtij dokumentari, studiues, artist, organizator dhe mbështetës, të cilët me përkushtimin e tyre kanë bërë të mundur këtë vepër të vyer. Nuk janë vetëm veshje, ato janë histori të gjalla, janë identitet, janë një gjuhë e heshtur që flet për prejardhjen, krenarin dhe shpirtin e një popull që ka ditur të mbjetojë dhe të ruaj vlerat e tona kombëtare, ndërshetën. Në një kohë globalizmi ku identitetet shpesh cpehen, iniciativa të tilla marrin një rëndësi edhe më të madhe. Dokumentari Kostume popullore, identitet kombëtar është më shumë se një vepër artistike, është një mision për të ruajtur dhe për cilë trashëgimin tonë të brezat që vijnë veçanërisht këtu në Mërgall. Mu më duke një lloj gërshetimi i gjitha kostumeve, ka bo një sintezë të veshjeve të gjitha territor. Ajo ka në kuptimin tim edhe aspektin kulturor, po edhe në aspektin vllazëror. Përmes atyre kostumeve ka kriju një mozaik të gjithë të veshjeve në një mënyrë sikur të dojnë t'i bashkojnë në një valle të përbashkët të gjitha vallëtarët që kemi në për trevat e ndryshme. Sepse pesha elementi i përbashkimit natyrisht që gjithë më shumë e flasme e shumë pak veprojmë në drejtim. E këtu e pash në praktik që mundemi edhe me gjonat vogla me bë punë të nërë.
Në këtë performancë jam ndjerë jashtëzakonisht mirë, jo mirë, por jashtëzakonisht mirë. Më shumë se mirë jam ndjerë, sepse ishte një ngjarje e cila shpalos kostumet kombëtare shqiptare, gjitha të kolorit, gjitha të ngjyra, gjitha të lloj veshjesh. Unë edhe më parë kam parë shfaqjen nga zonja Bala, që vërtet të bajnë në ndje mirë, por jo vetëm ka që të bajnë të ndjesh edhe krenar. Silatat ishin një spektakël më vete, nga veriu në jug, nga Shqipëria në Kosovë e deri tek veshjet arbreshe, ku çdo veshje mbarte histori. Gjatë dhe deri ta kanë brezat dhe deri tashën të historisë që këto veshje tonë popullore i sot detit të sotit, unë di që Andromaci Gjergji, akademikja jonë e parë shqiptare në Tiranë, ajo patë shënuar dikot 43 lloje të veshje. Në thonë në këto 6 shtete shqiptare të kuptuar edhe Greqinë, pra sidomos pjesën çarme, por ju keni ecur më tutje, kemi mbledhur grinca, që të gjitha këto mund të quhen se janë vetje të një etnokulture, pra të veshjes popullore, të fisëve i tire që ishin shumë. Shqiptarët e diasporës duhet respektuar gjithmonë, nuk duhet lënë anësht, as në atë aspektin shpirtëror, por as në aspektin material, sepse evenimentet e këtilla kërkojnë përkushtim të madh. Edhe kjo mbrëmje sot, fal dy protagonistëve kryesor, zonjës Balaj dhe zotri Balaj, me të vërtet na kanë bërë që të ndihemi shumë krenar. Është për të vlerësuar fakti që megjithëse është kaq e fuqishme si diasporë, kanë mundur të mbajnë dhe gjuhën shumë fort, mbajnë dhe kulturën shumë fort, edhe ritet dhe kostumin. Jemi në një fazë ndërgjegjësimi dhe Shqipëria dhe Kosova dhe Maqedonia e Veriut, gjithë bashkë po mundohemi që ne këto vlera t'i nxjerrim në pa dhe ti kontribojmë edhe ne si institucione shtetërore, andaj nga vim, për t'i dhënë edhe një mbështetje financiare, por edhe morale, sepse ka shumë nevojë. Të rinjtë në skenë ndoqën njëri tjetrin, duke sjellë shijen e trevave shqiptare në ritmin e këngës e të vallës të trashëgimnisë kulturore. Vallja e Jugut nga valltarët e ansamblit Dardania sollën atmosferë, duke kthyer vendin si festival mbar kombëtar. Dhe tash këtu ata vazhdojnë jetën po sikur të ishin në visat e veta atje, dhe falë natyrisht edhe vetë shtetit të Zvicrës që ka pasur mirë kuptim, si shtatë edhe ju, dhe ai mirë kuptim i këtij shteti pa pikë dyshimi duhet vlerësuar shumë. Ndërsa detyrimi si thash i Tiranës dhe i Prishtinës me dy ministritë e veta të kulturës është një detyrim që jo kemi bërç. Dhe veshja e Dugaxhinit, krahas veshjeve tjera, të gjitha trevave shqiptare, më shumë të krahas gjubletës, e ka vendin në UNESCO dhe dikush nga institucionet duhet merret me këtë çështje dhe ta çojë edhe atë veshje dhe veshjen e hasit të mirë ditës dhe veshjet njërën pas tjetrës, sepse janë duke u zhdukur. Janë ambasadorët më të fortë që ne kemi jashtë kufive të Shqipërisë për të promovuar vlerat e shqiptarisë. Kështu që kënaqësi e madhe të kemi sa më shumë aktivitete kësaj natyre, sepse na bëjnë të gjithëve bashkë, na unifikojnë, jo vetëm shqiptarët e Shqipërisë, por të Kosovës, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi, dhe për të treguar që ne ekzistojmë dhe ne dim të integrohemi dhe dim të çojmë histori. Bashkëshorti i Flores Pren Balaj është një nga mbështetësit kryesor të misionit të promovimit të trashëgimnisë së kostumeve popullore. Ai nuk është kursyer asnjëherë, duke mbështetur iniciativën e bashkëshortës. Për këtë, ai shprehet krenar. Së pari, ju falenderoj nga zemra për pjesëmarrjen e juaj
për mbështetjen e juaj edhe për të gjitha që ju i jepni komunitetit shqiptar këtu në Zvicër. Në veçanti ambasadorit, profesorit, të gjithë që janë të pranishme. Unë i përshëndes nga zemra edhe sponsor që pas sponsor, kjo nuk ishte edhe mundur të realizohet. Pastaj unë përshëndes edhe stafin tërësi, i cili ka dhënë një kontribut jashtëzakonisht të veçantë për të realizuar kjo ngjarje, ky manifestim. Më në fund unë përshëndes edhe bashkëshorten time, Florën, mua duhet të them sepse pa pik problemi unë për çdo mëngjesje qes nga një kafe. Parlamenti Paqësor i Kombit Shqiptar me qendër diasporë, zotëri Lesh Nikola Mjeshtër Imam. Motivacioni për kontributin e tij të jashtëzakonshëm ndër vite për artin dhe kulturën shqiptare e në veçanti diasporën shqiptare, vlerësohet me titullin Deri Atleut. Në fund, nuk mund të mungonin mirënjohjet për njerëzit me kontributet e larta për ruajtjen e traditës shqiptare. Flora Balaj falenderojt pranishtit me fjalët që mbanin me vete mesazhe bashkimi dhe solidariteti të ushqyera nga tradita jonë. Falenderoj të gjithë pjesëmarrësit, stafit, çdo njërit emër për emër, edhe me dorë në zemër i falenderoj. Tash janë momentet që është përfundu, po çdo gjë ka pas vlerë, ka pas sukses. Edhe përgëzoj të tanë edhe djemtë dhe vajzat që kanë marrë pjesë dhe e kanë bërë, që u prezentu veshja, tradita, kultura jonë këtu në diasporë, nuk është pak që ta kurujsh e ta kultivosh traditën këtu në diasporë. Unë jam e gatshme për çdo njanin që t'i hapim dyert e traditës tonë edhe të trokasim në çdo vend, ta prezentojmë traditën tonë që e kena të bukur. Lum ai që e ka, e përjeton, e vesh edhe prezenton. Forca e një komuniteti mund të bëjë atë që nuk bën dot askush. Historia, tradita dhe kultura shqiptare u shpalos sërish në mënyrën më të bukur dhe domethënëse në Zvicër, ku pasioni dhe dashuria e etnokostumografes Flora Balaj për ngjyrat kuqezi dha mesazhet e duhura për të gjithë, ishte thelbi i këtij manifestimi. Ky organizim shpalosi edhe një herë nevojën e madhe që ka ruajtja traditave dhe kulturës së një kombi, në mënyrë që t'i rezistoj kohës dhe të transmetoj nga brezi në brez mesazhin e duhur.